Historia e Bishr el Hafi, udhëtimi nga mëkati në devotshmëri. A jeni gati të dëshmoni fuqinë e transformimit hyjnor? Historia e Bishr el Hafi është një dëshmi e shpresës dhe pendesës, një udhërrëfyes për çdo besimtar. Bishr el Hafi, dikur i zhytur në luks dhe shturje, u zgjua nga një fjalë e thjeshtë. Një pyetje e një njeriu të devotshëm e tronditi thellë, duke e bërë të kuptojë se ishte rob i epsheve të tij, jo i Zotit. Ky moment shënoi fillimin e një transformimi të jashtëzakonshëm. Bishri braktisi jetën e tij të vjetër, duke u kthyer në një nga dietarët më të respektuar. Ai u bë simbol i përulësisë dhe pendesës, duke ecur zbathur si shenjë e këtij ndryshimi. Historia e Bishr el Hafi na mëson se kthimi te Zoti është gjithmonë i mundur, pavarësisht nga e kaluara jonë. Le të frymëzohemi nga ky shembull dhe të kërkojmë udhëzimin e tij. Reflektoni mbi jetën tuaj, pendohuni për gabimet dhe merrni vendimin për të ecur në rrugën e drejtë. Vizitoni faqen tonë për më shumë histori frymëzuese dhe leksione morale.